do të flasim për protestën dhe këtë radhë për thirrjet në protestë, mes të cilave ka pasur edhe thirrje UÇK. Kosova në mënyrë direkte apo indirekte është pjesë e kësaj proteste që po zhvillohet prej 24 netësh në Tiranë. Së pari me thirrjet, pastaj edhe me qytetarët shqiptar nga Kosova që ka qenë në protestë, me deklaratat e kryeministrit që në fakt të shtunë nuk ishte shqiptar nga diaspora, por kishte nga Kosova edhe nga Tetova, pra nga Prishtina dhe nga Tetova, sikur e thava ai, kishte një mesazh dhe për Albin Kurtin, kishte një përgjigje edhe nga një zyrtar i vetvendosjes, por për më shumë kësaj situate, kjo mori më shumë xhiro edhe nga fakti që 5 pikat kryesore në protestë i lexoi një nga ish luftëtarët e UÇK-s, pra Dritan Goxhaj. Sot kemi pasur një deklaratë nga zoti Hysni Gucati, pra konkretisht nga organizata e veteranëve të luftës UÇK-s. Zotin Gucati e kemi të ftuar. Përshëndetje dhe faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje për ju edhe gjithë shikues të ju, kështu që jeni të mirëseardhur gjithmonë në zyrën tim apo kudo që jem pa problem. Unë jam i hapur për gjitha mediat shqiptare, si në Kosovë, si në Shqipëri, si në Maqedoni, jam i hapur gjithmonë. Jam të mirëseardhur se mediat janë shpirti i qytetarëve dhe është shtylla katër e shtetit. Zoti Gucati, unë të falenderoj shumë për bashkëpunimin, për përgjigjen pozitive në kohë rekord sapo kontaktuam dhe gjithmonë edhe për bisedat e kaluara që ju keni treguar gjithmonë gatishmërinë për të folur me opinionin publik. Po në këtë rast, pse e morët këtë vendim për të dalë sot me këtë deklaratë që mos të keqpërdoret UÇK-ja, pra edhe të bëhet pjesë në këtë protestë, siç e thoni ju, në Tiranë? Çfarë ju shqetësoi më shumë? Shqetësoj të drejtën e me protestu kanë të drejtë çdo qytetar, sidomos edhe në Kosovë dhe Shqipëri në gjithë botën. Është e drejtë legjitime, është e drejtë kushtetuese që mbrohet me kushtetutë dhe me ligje protestat paqësore. Po unë si qytetar i Kosovës nuk kam të drejtë protestoj në Shqipëri për të bënë një rregull 3, nëse mos thosh zoti kur shoh ndulla, nëse sulmuohet Shqipëria për ndonjë shteti armik apo për çdo kujt që sulmuohet Shqipëria, ne kemi obligim qytetarët e Kosovës të dalim ndihmë shtetit shqiptar për me ndihmu kundër atij shteti që sulmon Shqipërinë apo si ka ndonjë luftë, se kur inshallah zoti se hapa punë, po kemi të drejtë ajo ne të vim si qytetarë protestojmë në Shqipëri, kur neves na përket aty është qytetarët e Shqipërisë, ka të drejtë qytetarët e Shqipërisë protestojnë, sidomos ne nuk është dëmshme dhe është shumë e turpshme ta përdorësh amblemen edhe flamurin e UÇK-s në protesta qytetare. Nuk do ta privatizojnë këtu UÇK-n, as flamurin e stemen, sa aty përkasin pjesëtarët të Ushtrisë Qendrore të Kosovës, flamuri ka vendin nëpër memoriale, nëpër muzeje, e jo nëpër protesta. Unë kam kundërshtuar në Kosovë nëpër fushata politike, partitë politike që kanë përdorur flamurin gjyst, flamuri që nuk përdoret në fushat politike, nuk përdoret për tubime ndryshme. Dihet kur përdoret flamuri, në ditën e veteranëve të Ushtrisë Qendrore të Kosovës, në ditën e dëshmorëve, dhe flamuri ka vendin nëpër arkiva që thotë nëpër muzeja, nëpër institucione tjera dhe jo nëpër protesta. Fjalimi i të nderuar që përmendet e Goxhaj, që ka marrë ato 5 pika që thonë, ai mund të jetë në emër të qytetarëve të Shqipërisë, jo në emër të luftëtarëve të Ushtrisë Qendrore të Kosovës. Ne si jemi pjesë e asaj proteste, unë nuk them, unë çdo kam dëshirë ta shoh Shqipërinë deri te ratë e bardha që stojmë në Kosovë. Sa më të ngritur, më lart. Po mu protestat ne nuk kanë protestat për qytetarët tonë vim atje që të protestojmë, të kthyrem të harxojmë një sistem apo ta bëjmë të harxojmë një kryeminist, jo. Pra jeni kundër që të bën thirrje me flamurin e UÇK-s apo të ketë shqiptar nga Kosova që të vinë në Shqipëri për të rrëzuar Edi Ramën? Jo, nuk më intereson Edi Rama fare, ti jeni bindur. As Edi Rama. Protesta po bëhet as kundër atij prandaj. Po kuptoj, mua si kryeminist nuk më intereson. Mua më intereson se unë mbroj interesin e luftëtarëve dhe interesin e luftës së Ushtrisë Qendrore të Kosovës, si unë këtori veteranëve të luftës. Unë kam reaguar më para 10 ditën se s'ka bëj, keni mund me bëra